Këshilli i Komunës së Tetovës në seancën e 14 miratoi një vendim për ndarjen e vaucherëve për fëmijët që do të regjistrohen në klasën e parë në vitin shkollor 2026-2027, në vlerë prej 6.150 denarësh apo 100 euro. Subvencioni vlen për nxënësit që regjistrohen deri më 20 qershor, ndërsa vaucherët do të shpërndahen në fillim të muajit korrik të këtij viti. Ky vendim ishte një nga 11 pikat e rendit të ditës për të cilët u zhvillua një seancë maratonike që zgjati 5 orë. Në Këshillin Komunal e kaluam unanimisht vendimin për subvencionimin e të gjithë nxënësve që regjistrohen në klasë të parë në shkollat fillore të Komunës së Tetovës, për çka falenderoj të gjithë këshilltarët për kontributin e tyre. Filloristët e rinj do të marrin vaucher në vlerë prej 100 euro në kundërvlerë në denar. Subvencionimi vlen për nxënësit që do të regjistrohen deri me 20 qershor, ndërsa vaucherët do shpërndahen në fillim të muajit korrik të këtij viti. Qëllimi ynë është të ndihmojmë familjet në përballimin e shpenzimeve të fillimit të vitit shkollor, por edhe të inkurajojmë regjistrimin e fëmijëve në institucionet tona arsimore. Këshilli miratoi gjithashtu një vendim për ndarjen e një ndihme financiare të njëhershme për Bashkësinë Fetare Islame, Myftininë e Tetovës, në vlerë prej 1.144.484 denarësh, ose rreth 18.000 euro. Ky vendim vjen pas kërkesës së Myftinisë së Tetovës që t'i kthehet e njëjta shumë, pasi aq kishte paguar si tatim mbi qarkullimin gjatë blerjes së një pasurie të paluajtshme në kompleksin Arabati Babateqe. Po ashtu, Këshilli miratoi një vendim për ndryshimin e vendimit për themelimin e institucionit publik komunal, Qendra Kulturore për të rinj, të datës 30 dhjetor 2025, me çrast ky institucion do të mbajë emrin Qendra Kulturore Rinore Tetov.